Ndoshta unë jam kaq fatkeqe sa mendoj që ky kuvend të herë është ky parlament është parlamenti ky kuvend të herë është ky parlament është parlamenti si deputete për herë të parë më desh të kalonte seanca e 13 që arrija të bëja fjalimin tim të parë. Ministra që duhet të ishte para deputeteve. Ju i morët seriozisht ato që lexon? Ne pa diskutim që i morëm seriozisht dhe ishim përgatitur për një sër pyetjesh, jo për opozitën, por për të bërë transparent për qytetarët ku shkojnë. Dhe prandaj besoj fort që Edi Rama bën këto përpjekje të para drejtësisë për të mos e lëshuar Belinda Balluku. Nuk është rasti Velia i mendon. Besoj që jo, se më shumë buxhet për ata është më shumë vjedhje. Nuk është rasti Velia i mendon. Besoj që jo, se për ata me këto kërkesa dhe presionin që po i bën drejtësisë për rastin Balluku, jep qartazi një mesazh të keq për shqiptarët, për te të majtës dhe për djath, Ti mund të bësh korrupsion në këtë vend, por sa më shumë që ti vjedh dhe dënohesh dhe je pandehur dhe je para drejtësisë, aq më shumë më duhesh mua. Unë nisa edhe nga deklarata e mbrojtshme për këtë që po them. Domethënë, të gjithë vjedhjet ai mbase ka dhe model të tij, se po të shikojmë dhe kryetarët e bashkive, kemi rastin edhe para arsit zonjës Balluku që tashmë zëvendës Ahmeta që është narrativ. Domethënë, të gjithë vjedhjet ai mbase ka dhe model të tij, se po të shikojmë dhe kryetarët e bashkive, Balluku që tashmë zëvendës Ahmeta që është narrativ. Atëherë ne si opozit po e shtrim këtë luftën tonë themi në disa terene. Bujrëm. Ka vend kjo skena jone madhe politike për t'u ripërfshirë.